Horoskopi për ditën e martë 9 qershor 2026. Dashi, për ju dita nis me një ngrohtësi që ju ambush shpirtin plot. Takimi i afërditës me Jupiterin po ju sjell mbarësi dhe begati direkte në shtëpi. Ndoshta bëni një rregullim që u kënaq syrin ose ndoshta merrni një dhuratë të bukur që gëzon tërë familjen. Është koha të falni, të lini pas së shkuarën dhe të shijoni kujtimet e bukura. Por kujdes nga darka, do të ndjeni pak sikur asgjë nuk po ecën dhe mund të bëheni ndoshta edhe me nerva. Mos nxirrni dufin te njerëzit tuaj të dashur. Mateni mirë fjalën përpara se të flisni që të mos keqkuptoheni pa ndonjë arsye. Ngjyra me fat e bardhë. Koha me fat është mesditë. Demi, sot është dita për të folur dhe për të ndarë idetë, i dashur Dem. Ky rreshtim planetar ju sjell lajme të mira që do t'i gëzojnë zemrën. Mund të jetë një muhabet i ëmbël, një ide e shkëlqyer për punën apo një mundësi për të udhëtuar dhe lëvizur. Njerëzit ju dëgjojnë me qejf sepse keni një optimizëm që ngjit. Megjithatë, nga darka, nxitimi mund të bëjë pak të pasigurt. Do të keni frikë se mos ndoshta nuk ju kuptoj apo sikur po kërkoni shumë. Mos u tërhiqni, thjesht ndryshoni pak mënyrën se si kërkoni gjërat dhe mësoni nga gabimet. Ngjyra me fat blu. Koha me fat 14:15 deri në 16. Binjakët. Afërdita dhe Jupiteri janë bashkuar tek paratë dhe vlerat tuaja dhe kjo do të thotë se sot do të ndjeni një lehtësim të madh. Do ju vlerësohen rregullisht talentet dhe puna. Mund të jetë dita ku merrni një shpërblim, një dhuratë apo gjeni një burim të re fitimi. Paraja sot për ju do të thotë liri dhe planetet po ju ndihmojnë të tërhiqni atë që ju duhet. Por hapni syt. Disa probleme të vjetra që mendonit se kishit mbyllur mund të nxjerrin sërish kokën. Mos u mërzit nga kritikat e vogla, rregulloni gjërat me qetësi. Ngjyra me fat portokalli. Koha me fat paradite. Gaforja. Sot ju jeni ylli i ditës. Afërdita në shenjën tuaj edhe kur bëhet bashkë me Jupiterin ju bën njerëzit më të dashur dhe më rrezatues. Njerëzit do të kenë qejf t'ju qëndrojnë pranë. Nëse keni patur ndonjë hatërmbetje të vjetër, sot është dita e duhur për të harruar dhe për të bërë paqe. Do keni dëshirë të ndryshoni pamjen apo të provoni diçka të re. Ndoshta modeli flokëve, ndoshta ngjyra, apo ndoshta një luk i ri. Nga darka, megjithatë, mund të hasni ca pengesa të vogla apo vonesa në muhabete. Mos u nxito të kthesh përgjigje me nxitim njerëzve, por merr frymthell përpara se të përgjigjesh. Ngjyra me fat e zezë. Koha me fat 16 deri 17:30. Luani. Pozicionet planetare ju ftojnë të lëshoni ngarkesat dhe kthesat e vjetra të jetës. Është dita perfekte për të falur dikë dhe për të gjetur qetësinë e shpirtit. Diçka e fshehtë ose një bisedë ngrohtë pa bujë do të sjellë shumë gëzim. Mund të ndodhë edhe ndonjë rastësi e bukur që do t'ju bëjë të buzëqeshni. Por kur afrohet darka, komunikimi mund të bëhet pak i ngatërruar. Ka mundësi të bëhen ca vonesa ose të humbni takime. Mos u bëni merak, ndonjëherë këto pengesa ju çojnë në rrugë më të mira. Ngjyra me fat blu e çelët. Koha me fat 11:15 deri 12:45. Virgjëresha. Sot do të shihni larg dhe me shumë optimizëm. Ju që zakonisht jeni me këmbë në tokë, sot do të ndiheni më të guximshëm për të shprehur ndjenjat dhe për të ndjekur dëshirat e zemrës. Është koha të lini pak pas dore punët me stres dhe të dalësh me miq, me shoqërinë apo të merresh me komunitetin. Shpirti juaj ka nevojë për lumturi të thellë. Nga darka, Saturni do t'ju bëjë të dukeni sikur askush nuk ju kupton. Por mos u kapni pas detajeve të vogla dhe mos e merrni çdo gjë me negativitet. Ngjyra me fat jeshile. Koha me fat mesditë. Peshorja. Një energji e mrekullueshme po vjen për ju në punë dhe në planet tuaja për të ardhmen. Do ndiheni të çliruar nga disa probleme që u kanë rënduar kokën javët e fundit. Ecuria e planeve tuaja do t'ju sjellë gëzim. Ndoshta mund të merrni edhe lëvdata apo mbështetje nga njerëz me influencë. Edhe dashuria mund të trokasë përmes ambientit të punës ose jetës publike. Bëj pak kujdes në darkë. Një shef, prind apo partner mund të bëhet pak i ftohtë, kritik apo i padisponueshëm.
Por mos u mërzit, ju shikoni punën tuaj dhe përmirësoni atë që keni në dorë. Ngjyra me fat rozë e bardhë. Koha me fat është 11 deri në 1:30 në drek. Akrepi. Sot do të zgjoni me një ndjenjë lirie dhe dëshire për të parë botën me sy pozitiv, i dashur akrep. Kjo ditë ju shtyn të bëni gjëra jashtë rutinës, të mësoni diçka të re ose të bisedoni me njerëz që ju japin shpresë dhe ju hapin horizontin. Ndarja e ideve mund të sjellë edhe mundësi të mira përfitimi. Mirë po, më vonë gjatë ditës do të keni mbi supet tuaja disa përgjegjësi shtëpie apo pune. Do filloni të shihni vetëm pengesat dhe vonesa. Mos jini shumë të ashpër me veten dhe merreni jetën më shtruar. Ngjyra me fat e kuqe. Koha me fat 15:30 deri në 17. Shigjetari. Sot keni një mundësi të artë për të forcuar lidhje të rëndësishme, i dashur shigjetar. Barrierat e zakonshme midis jush dhe të tjerëve do të bien, duke e bërë më të lehtë të flisni për ndjenjat e fshehura apo pasionet tuaja. Është dita për të pranuar ndihmë dhe për të ndërë disa gjëra bashkë. Do të zbuloni gjëra të bukura për veten dhe dikë që e keni për zemër. Nga darka, megjithëse mund të ketë ca fashëtheme diku këtu ose kritika që mund t'ju prishin terezi, mos lejoj që problemet e vogla të marrin kontrollin, por thjesht sqaroj gjërat dhe keqkuptimet me qetësi. Ngjyra me fat bezh, koha me fat 17 deri 18:30. Britsjapi. Për ju britsjap, sot është ditë bashkëpunimi dhe harmonie në çift apo me kolegët. Keni një rrezatueshmëri që i bën të tjerët t'ju dëgjojnë dhe t'ju plotësojnë dëshirat. Mund të afroheni në jetën tuaj me një person shumë të mbar ose të zgjidhni një sherr të vjetër me dikë. Dashuria dhe afërsia sot do vinë natyrshëm, po kur të vijë darka mund të ndihesh pak i bllokuar ose nën presion nga familja ose shtëpia. Do t'ju duket sikur detyrimet po ju marrin lirinë. Mos u bëni kritik, çdo gjë rregullohet. Ngjyra me fat e zezë dhe kafe. Koha me fat 12:30 deri në 2. Ujori. Sot do të keni shumë dëshirë t'i vini gjërat në vijë, i dashur ujor. Punët e përditshme, rutina apo kujdesi për shëndetin do t'ju japin kënaqësi. Mund të merrni një fjalë të mirë apo falënderim për punën që bëni. Bashkëpunimi me kolegët do të jetë i lehtë dhe me humor, gjë që do t'ju bëjë të ndiheni mirë. Edhe ndonjë shkëndijë dashurie mund të lindë gjatë ditëve të punës. Kujdes, në darkë do t'ju dalë një pengesë përpara, mund të jetë vonesë në rrugë ose me mesazhe. Mos u fikso pas asaj që ju mungon, por gjeni një zgjidhje të zgjuar. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat është paradite. Peshqit. Dashuria dhe gëzimi sot janë në anën tuaj, të dashur peshq. Ky pozicion planetar ju sjell fat në dashuri, argëtim dhe krijimtari. Do të ndjeni me fat, bujar dhe gati për t'u shprehur hapur. Sharmi juaj është i lartë dhe të tjerët do të rriqen pas jush si një magnet. Por siç e ka dita sot, nga darka mund të ndodhë ndonjë keqkuptim ose bllokim në komunikim që do t'ju lodh pak nervat. Mos u mërzitni, përdorni imagjinatën tuaj dhe njihni situatën dhe do të mësoni diçka me vlerë nga kjo përvojë. Ngjyra me fat e verdhë limoni. Koha me fat është 16 deri 19:30. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.